Duaja, lutja është adhurim. Me të, robi pra kur lutet, afrohet tek Zoti i gjithësisë. Ti kërkon diçka. Ndoshta ke kohë që e kërkon. Vlla dhe motër. Ti ndërkohë që po lutesh, po adhuron Zotin e gjithësisë. Asnjëherë mos bir pre e cytjeve të shejtanit, i cili i vjen robit dhe i thot ti po lutesh, ke kaq kohë që lutesh dhe nuk ke marrë përgjigje. Ti edhe unë nuk e di mortësin. Ku i dihet, ndoshta ti lutesh për diçka, por Allahu i lartësuar ka rezervu për ty diçka më të mirë. Dhe sigurt ka rezervu diçka më të mirë. Se Zoti i gjithësisë është ai që i do robrit e tij. Është ai që i përgjigjet lutjeve. Prandaj mos nguro. Vazhdo lutu. Lutu sepse lutja është mirësi, është adhurimi i Allahut të lartësuar. Kërkoj Zotit gjithësisë. Lutju me sinqeritet. Përgjërohu Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar i përgjigjet lutjeve. Ud'uni astajib lakum. Lutmuni mua, thot Allahu i lartësuar, të përgjigjem ju. Vazhdo lutu dhe kur mos u ndal.